Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Edhe në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek ngjarjet më madhore të cilat vazhdojnë të dominojnë edicionet informative të gjitha mediave kryesore globale dhe të një pjese të konsiderueshme edhe në Shqipëri. Bëhet fjalë për konfliktet armatosura që kanë shpërthyer në disa pjesë të Europës, por edhe të lindjes së mesme. Do të analizojmë gjithashtu edhe impaktin e tyre në Ballkanin ton problematik. Në pjesën e parë të kësaj bisede, unë kam kënaqësinë që të kem të ftuar në studio ambasador Agim Neshon, njëri prej njohësve më të mirë të gjeopolitikës rajonale dhe asaj globale. Ambasador, të falenderoj që gjete kohë për të ardhur në studio. Kënaqësia ime, Franco. Falenderoj. Gjithashtu, në lidhje direkte, unë kam kënaqësinë që të kem ambasador Sokol Gjokën, gjithashtu njëri prej njohësve më të mirë të gjeopolitikës globale. I dashur ambasador Gjoka, të falenderoj që gjete kohë. Kënaqësi dhe për mua dhe uroj për një bisedë këndshme. Absolutisht është garanci prania juaj në këtë emision. Ambasador Nesho, doja ta filloja me krizën Izrael-Iran dhe të futem direkte në thelbin e çështjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë Iranit që të dorëzohet pa asnjë kusht. Koha e negociatave, sipas presidentit Trump dhe administratës amerikane, tashmë ka përfunduar. Kjo është e vërtet, po kjo është refleksion i çfarë ka ndodhur ditën e premte, nga sulmi izraelit i cili në mënyrë të habitshme arriti rezultate spektakolare. Do të thënë, gjithë hapësira e mbrojtjes ajrore u Iranit goditë, u asgjësua. mbi 1100 objektiva, kudo që ishin, që kishin të bënë me mbajtjen e raketave bërthamore, me lëshimin dhe mekanizmat e tyre kudo që ishin, me radarët që kontrollonin hapësirat ajrore, si dhe me infrastrukturën ushtarake që kishte të bënte me aeroportet, goditja e 5 helikopterëve që ishin në ngritje në mbrojtje të kryeqytetit, domethënë një sër rezultatesh që tregoj që Irani jo vetëm ishte i papregatitur për një sulm të tillë, që nuk e mendonte, por rezultoi që edhe fuqia e tij ishte relativisht e papërfillshme ndaj teknologjisë moderne të armëve të Izraelit. Prandaj Trumpi e ndryshoi retorikën. Ajo që kishte në mend Trumpi, edhe duhet të themi që presidenti Trump, duke qenë se ka legjislaturën e tij të fundit, kërkon të mbetet në histori. Është një njeri i cili nuk vjen nga jeta politike, një njeri që ka një kontribut, por sigurisht ka besime të jashtëzakonshme në fuqitë e tij menaxheriale, dhe këto do t'i konkretizoj në disa fitore të dukshme. Dhe pikërisht kjo ishte dhe retorika e tij përpara fillimit të fushatës elektorale, që unë do ta mbyll konfliktin në Ukrainë, do të mbyll konfliktin në lindjen e mesme, dhe doktrina ime, që e ka doktrinën prezente, është që nëpërmjet forcës të arri paqen. Paqe. Domethënë është njeri i paqes. Tani çfarë ka ndodhur? Ky sulm që ishte i paparashikueshëm e ndryshoi, domethënë, pozicionin e Amerikës dhe të presidentit Trump, i cili mendonte që t'i ulte në tryezën e bisedimeve në Oman, të pranonin sigurisht çmontimin e gjithë hapësirave të prodhimit të armëve bërthamore dhe integrimin e Iranit për t'i dhënë mundësi dhe popullit që t'ishte pjesë ekonomisë botërore në një konsorcium të shfrytëzimit të energjisë së bashku me vendet arabe, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara, duke bërë që jo vetëm të përfitonin nga ana e shfrytëzimit industrial për popullsinë civile, por edhe të kontrolloheshin, të kishin që vendet e tjera të cilat e shikonin me dyshim dhe printaninë e deri tanishme revolucionare të Iranit, të kontrolloheshin prej këtyre. Prandaj kjo Trumpi avancoi më tepër, sepse në qoftë se Izraeli kërkonte bashkë me goditjen për armë bërthamore të bënte të ndryshimin e regjimit ajatollave, Amerika nuk e pranonte këtë gjë. Dhe duhet të themi që Trumpi ka qenë kundër kësaj që në takimet e para me Netanyahu. Në takimin e parë të Netanyahut dhe mundësinë
dhe aftësinë e Netanyahu për të përpunuar edhe pjesë të administrata amerikane, arriti që Këshilltari i Sigurimit Kombëtar të Trumpit të shkarkohet, të jepte dorëheqje për arsye sepse pranoi logjikën e Netanyahu. Dhe këtu bëjmë një parantezë, Franco, duke mbyllur, që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një konsensus tepër të gjerë. Absolutisht. Bipartisan për Iran. Në mbështetje. Është i vetmi vend që ka sfiduar këtë kombë të ri, 250 vjeçar sa është, që e ka sfiduar që me ngjarjet e 79-s në kohën e presidentit Carter, edhe më vonë duke goditur baza, duke vrarë ushtar amerikan dhe kështu me radhë. Ambasador Gjoka, doja që ta vazhdonim aty ku e la ambasador Nesho. Me këtë realitet të ri të krijuar, Shtetet e Bashkuara deklarojnë që edhe mund të ndërhyjnë edhe ato ushtarakisht në përkrahjet e Izraelit kundër Iranit. Ju si e vlerësoni në rast se do të ndodhë një eskalim të tillë të raporteve gjeopolitike në lindjen e mesme? Po mendoj që politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës në drejtim të Iranit ka qenë në dy plane. Fillimisht ka qenë në rrafshin politik, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin ulur në bisedime me Iranin për të arritur një marrëveshje për eliminimin e prodhimit të armëve bërthamore nga ana e Iranit. Dhe natyrisht kjo lloj negociate kishte edhe një deadline që ishte prej rreth 60 ditësh. Sakt. Ndërkohë që ky deadline mbaroi, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdorën shkopin përveç se karrotës. Kështu që natyrisht politika dhe kërkesat e Izraelit kanë qenë të vazhdueshme në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës për të goditur Iranin, sepse ata ishin të bindur që Irani po prodhonte armë bërthamore nëpërmjet pasurimit të uraniumit dhe kishte nivele të cilat reflektohen edhe në informacione të ndryshme që uraniumi po pasurohej në Iran në afërsisht në masën 90%, çka do të thotë që ishte gati Irani për prodhimin e armës bërthamore. Kështu që Irani tashmë do të ndodhej përballë një presioni më tepër ushtarak se sa politik. Irani ka kohë që ka qenë në negociata me aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, përfshirë këtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë Kaçja, që për dekada me radhë ka zhvilluar bisedime me Iranin për të mos e lejuar që Irani të vinë në prodhimin e armëve bërthamore, natyrisht monitoruara nga Agjencia Ndërkombëtare Atomike, por Irani është larguar nga këto bisedime. Pra, në një farë mënyrë, shanset e Iranit për të vepruar, jo më për të deklaruar, se për deklarime Irani e kam të kaluar retorikën e tij politike që nuk do të bëj nuk do ta përdori energjinë atomike për qëllime ushtarake. Në këto kushte, atëherë do të ishte forca ajo që do ta detyronte Iranin për të hequr dorën nga këto plane. Dhe natyrisht Izraeli e përballoi me sukses periudhën e parë, duke goditur të gjitha objektivat që kishte planifikuar për të goditur me një saktësi maksimale dhe me një veprimtari të errshme. Natyrisht Izraeli besoi që kishte kohë që ishte i përgatitur për këto lloj sulmesh, sepse zbulimi izraelit, inteligjenca izraelite, natyrisht inteligjenca artificiale kishin kohë që vepronin. Mos harrojmë këtu që më shumë se një vit më përpara u shkatruan të gjithë rrjetet e komunikimit të shërbimit sekret të Iranit, duke u vrarë njerëz pikërisht për shkak të ndikimit të Mossadit në Iran, dhe nga ana tjetër edhe fakti konkret që dronët izraelit ishin futur në territorin e Iranit. E vërtet. Pra, domethënë duke mos u diktuar nga shërbimet e zbulimit të Iranit dhe vepruan dhe që ande. Kështu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës erdhin në ndrysninë e presionit ushtarak. A do të përfshihet Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një konflikt të drejtë për drejtë me Iranin? Unë gjykoj dhe logjikisht mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk e kanë kapur atë moment për të ndërhyrë në mënyrë të drejtë për drejtë ushtarakisht kundër Iranit,
sepse Izraeli po i kryen më së miri objektivat e vet ushtarak, por objektivat e përbashkët ushtarak me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që Izraeli nuk ka vepruar e vetme në këtë sipërmarrje ushtarake kundër Iranit, natyrisht që ka pas edhe dakordsinë e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe ka vepruar me inteligjencën e vet, me forcën e vet, sepse i ka këto resurse në kundërshtim me të gjitha ato arsenale që Irani përmban në vetvete. Por një ndërhyrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Iranit dhe veçanërisht si thuaç goditje e drejt për drejt ushtarake, natyrisht do të ketë edhe reperkusione të tjera. Se Irani pastaj do, veçanërisht jo Irani në vetvete si vend e si popull, po udhëheqja e Iranit që drejtohet nga një lider suprem, që është një shtet teokratik autoritar në Iran, natyrisht do të veprojë gjithçka për gjithçka. E vërtet. Dhe me çfarë kemi ndëgjuar së fundmi edhe me deklaratat e Ayatollah Ali Khameneit, ai natyrisht vazhdon me retorikën kërcënuese dhe kundër Izraelit dhe kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, por mendoj që si thua baterit po i fiken. Qartë. Edhe Ayatollah Khomeinit, edhe Iranit, kështu që goditja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ushtarake, nëse do të jetë përfundimtare, do të jetë në objektiva të caktuara, në leadershipin e lartë politik të Iranit dhe në këto laboratoret e përpunimit të lëndës bërthamore për pasurimin e Iranit për ta shkatruar përfundimisht veçanërisht atë të Kordovës. Po, ambasador, një pyetje që shqetëson opinionin publik. Izraeli sulmoi dhe thuaj se është në likuidime sipër të Hamasit, të Hezbollahut, të Huthit. Në Siri ka mbaruar punë Siria si shtet. A mos i është krijuar, a mos i është dhënë dorë e lirë Izraelit në përmbushje të qëllimeve të saj sioniste? Pyetja është e drejtë, Franco. Duhet dim që lindja e mesme tashmë ka patur 4 fuqi kryesore rajonale, midis tyre Turqia, Izraeli, Arabia Saudite dhe Irani. Të 4 këto fuqi ruanin interesat e njëri tjetrit. Domethënë, ishte e përcaktuar. Duke tani që Izraeli, për arsye ekzistenciale, sepse vetë Irani kërkonte diçka që asnjë vend tjetër në botë nuk kërkon, mos ekzistencën e plotë të Izraelit. Dhe revolucioni islamik i mullave të Iranit ishte pikërisht për të bërë një revolucion për vdekje amerikanëve. Domethënë, ishte aq përjashtues dhe aq revolucionar në thonjza për të zhdukur duke përdorur domethënë veprimtarinë e tij me mjete terroriste, duke i angazhuar këto organizata që proxy që njihen në botë për të bërë rrethimin dhe eliminimin gradual. Dhe gjithë kjo ka qenë që popullsia izraelite jetonte nën presion. Tani erdhi momenti që pasi ndodhën ngjarje 2 vjet më përpara në tetor që u sulmua, atëherë kundërpërgjigja sigurisht ishte shumë e madhe dhe tani kjo ishte një kundërpërgjigje që ne nuk do të jetojmë gjithë jetën duke ju kundërvënë brenda masave të caktuara gjithë këto organizata të sponsorizohen terroriste nga një fuqi siç është Irani. Prandaj ata janë të aftë ushtarakisht që të pasi kanë eliminuar ato, kërkojnë që të godasin edhe Iranin. Objektivin qendror të tyre, që të jetojnë të qetë ndoshta. Po. Por kjo nuk do me thënë që Izraeli do me thënë si që projektojnë të tjerët, dhe kjo është brenda propagandës, që po jipen të gjitha mundësit për të qenë fuqia dominuese në lindjen e mesme. Pse? Së pari duhet dim një gjë, ekuacioni midis interesave amerikane dhe izraelite prevalon gjithmonë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe çdo president amerikan, që nga Truman dhe deri më vonë, kanë ndëshkuar Izraelin kur nuk ju janë përputhur, sidomos në 56-ën, kur Izraeli u bë me Britaninë e Madhe dhe Francën duke e goditur atë, kanë marrë pjesë aktive duke ruajtur interesat sidomos të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe këtu ka edhe një pyetje që bëhet, që ka interes të zhvillohet, ka një grup tepër të fortë
presioni që është grupi izraelit, grupi më i madh i influencës politike. Në Shtetet e Bashkuara. Por edhe këta, duhet dinë, nuk punojnë për Izraelin. Së pari mbrojnë interesat amerikane. Mbrojnë interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kuptim, ky ekuacion është shumë e vështirë që t'i jepet sepse do të fillohet pasaj më vonë, një dekadë më vonë që do t'jenë të gjithë fuqitë e tjera, duke përfshirë Turqinë, Arabinë Saudite, të rregullojnë vetë ekuacionin e disbalancës që është krijuar në lindjen e mesme. Prandaj ky nuk është plani i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dihet që është investuar shumë në vendet arabe, është një plan i një zhvillimi ekonomik dhe prioriteti teknologjik të botës ndaj vendeve të tjera. Dhe së fundit dua të them që kjo betejë që është nisur, sigurisht po kërkohet që të finalizohet shpejt për një arsye, sepse regjimi i ajatollave janë regjime teokratike, siç e thatë edhe juve, por regjime që i çojnë deri në fund misionin, edhe të bërit martir. Ky është një lider që ka 40 vjet, që mban popullin e mbyt e ekzekuton vetëm se nuk kanë vënë një perçe, edhe nuk respekton ligjet fetare të tjera. Ky nuk e ka për gjë që të sakrifikohen edhe miliona veta nga Irani për të mbrojtur idenë e tij dhe pavdeksinë e tij. Prandaj dihet që do ta ketë shumë të vështirë të sulmojë Shtetet Bashkuar të Amerikës, do të filloj një nga projektimet është që të minoj gjithë zonën e kanalit të Ormuzit, e cila bën rreth 21 milion barela në ditë të naftës, ku përfshihen dhe 3 milion që i shkojnë Kinës. Domethënë, me veprime të tilla të mbijetesës politike të regjimit, do filloj edhe të krijoj kundërshtar të rinj, sepse ti mbron veten, por ti bën armik edhe atë që e ke si Kina ose vendet tjera. Se ti ngre çmimin e naftës, bën gjithë perëndimin kundër dhe i jep mundësi Rusisë që të avancojë projektet e tij duke u fuqizuar ekonomikisht. E vërtet. Ambasador Gjoka, doja të ndaja me ju një fjali që ka bërë përshtypje në opinionin publik, të thënë nga kancelari i ri i Gjermanisë Friedrich Merz, kur u shpreh: Izraeli po bën edhe disa punë të pista për ne. Si e lexuat ju këtë reagim të kancelarit gjerman? Po, në një farë mënyre, politika evropiane ndryshon disi nga politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Izraelin, dhe kjo për shkak të veprimeve të Izraelit në Gaza. Politika evropiane dhe veçanërisht vendet kryesore të Bashkimit Evropian e kanë dënuar në mënyrë të vazhdueshme veçanërisht krizën humanitare të shkaktuar në Gaza për shkak të luftimeve dhe operacioneve ushtarake të vazhdueshme të Izraelit në këtë rajon. Natyrisht që situata aty vazhdon e përshkallëzohet, veprimet luftarake të Izraelit vazhdojnë në rripin e Gazës, të drejtuara kryesisht kundër Hamasit, por me dëme kolaterale që janë patjetër në pasoja njerëzore, me vuajtje, me uri, me vrasje masive, madje edhe sot që flasim është raportuar që vdesin me 10 palestinezë në rripin e Gazës. Dhe mendoj që edhe deklarata e kancelarit Merz pikërisht në këtë ka synuar. Mos harrojmë që qëndrime të tilla kanë mbajtur Britania e Madhe, ku Britania e Madhe sankcionoi madje 2 anëtar të qeverisë kabinetit të Netanyahu, gjithashtu ndërpreu furnizimet me njësër armatimesh për Izraelin, përpara se të fillonte përplasja ushtarake me Iranin, dhe Franca që është deklaruar disa herë hapur kundër veprimeve ta themi çnjerëzore të Izraelit në rripin e Gazës. Kështu që qëndrimi i Bashkimit Evropian ka qenë në një farë mënyrë i unifikuar në këtë drejtim. Pra i ka kërkuar Izraelit të përmbahet, të kushtoj kujdes për dëmet në njerëz që po shkakton në rripin e Gazës dhe të mos e përdori urinë si një mjet lufte për të kundërvënë Hamasit. Dhe mos harrojmë këtu që ka dhe një veprim ndërkombëtar nga një nga gjykatat, nga ICC-ja,
për të penalizuar edhe kryeministrin izraelit për veprimet e kryera në Gaza. Po, ambasador, ju i përmendët aktorët në lindjen e mesme. Doja për ta vazhduar më tej, sepse ambasador Gjoka e sqaroi qëndrimin e fuqive të mëdha europiane. Rusia duket goxha e tërhequr nga lindja e mesme. Humbi Sirin, duket se po humbet edhe Iranin, dhe duket sikur po fokusohet për herë më shumë te konflikti me Ukrainën dhe tek hapësira e saj interesave. Nuk e di, është një konstatim i drejtë ky? Shumë i drejtë edhe është një konstatim, domethënë shumë i thellë, Franco, por kjo vjen për mendimin tim për dy arsye. Së pari, Shtetet Bashkuara të Amerikës, politika e administratës Trump ndaj Rusisë ka qenë tepër e qartë. Ndarja e Rusisë nga Kina, duke shpallur Kinën si armikun dhe kompetitorin kundërshtarin kryesor të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në arenën globale. Në arenën. Dhe kjo ishte një taktik, është bërë më përpara nga Kissingeri, nga Scowcroft, edhe nga gjithë këshilltarët e sigurimit mendjen për të ndarë kundërshtarët e tyre, është zbatuar nga Nixoni në vizitën në Kinë e tjera. Tani, për Rusin, ky është një moment i artë i cili kërkon të realizojë atë që është direktiva strategjike e regjimit të Rusisë. Ndarja e arkitekturës së Europës nëpërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë me zonat e tyre të influencës. Rusia nuk e pranon këtë status, edhe për vetë faktin, sepse nuk mund të ketë një fuqi botërore pa patur influencat dhe zonat e saj në Europë. Domethënë, po të mbetej vetëm me zonën e Azis, do të ishte një fuqi relativisht e vogël lokale. Prandaj, në këtë kontekst, Rusia kërkon edhe ndarjen e zonave të influencës. Ka qenë pikërisht ministri i jashtëm Lavrov, që 2 vjet më përpara tha, po jetojmë nga dita në ditë ndryshimin e rendit botëror. Dhe ky është ndryshimi i rendit botëror. Çfarë do të thotë ndryshimi i rendit botëror? Do me thënë që mos respektojnë institucionet, por të shikohet kundërshtia e fuqive të mëdha, që tani për tani janë 3, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina, për ndarë zonat e tyre të influencës. Ka mundësi, dhe gjithë faktet tregojnë 2 gjëra, që Rusia është tërhequr nga Irani. Do me thënë, atë që keni vëzhguar me shumë kujdes juve është e vërtet, ku bazohen këto fakte. Së pari, kemi Witkoff, që është i dërguari special i presidentit Trump në lindjen e mesme në Iran, ka dubluar edhe të dërguarin special të Trumpit në Bashkimin Sovjetik dhe në konfliktin midis Ukrainës e Rusisë. Duke bërë dubluar, po pse? Sepse në gjithë bisedat telefonike të Trumpit me Putinin, për çështjen e Ukrainës, fjalia e fundit ka qenë, kemi rënë dakord të dy që nuk do të ketë armë bërthamore në Iran. Do të thënë, ka qenë brenda ekuacionit dhe brenda paketës së negocimet, gjë që i shkon për shtat Rusisë. Ka një tërheqje, sigurisht ka. Dje ka patur një deklaratë zëvendës ministrit jashtëm që i thot Iranit që ne vërtet kemi marrëdhënie strategjike bashkë, por nuk e kemi të atij niveli që të mbrohemi edhe midis nesh siç e kemi me Bielorusinë ose me Korenë e Veriut. Domethënë, të gjitha këto tregojnë që Rusia kërkon tashmë të jetë një negociator në interesat, siç e kanë shprehur ata, të bëjnë ndërmjetësin, për arsye sepse shikon lindjen e mesme, domethënë në funksion të rolit saj si një fuqi ndërkombëtare e barabartë me amerikanët dhe me kinezët. Qartë. Ambasador Gjoka, një detaj doja ta sqaroja me ju në fund të kësaj pjese. Ku qëndron Turqia në raport me Iranin dhe me Izraelin? Kemi përjetuar, apo kemi lexuar, apo kemi ndjekur deklaratat e ashpra të presidentit Erdogan, i cili nuk e pranon asesi këtë ndërhyrje ushtarake të Izraelit në Iran. Dhe raportet e tyre, qoftë edhe për shkak të Sirisë, kanë qenë të agravuara ndjeshëm. Ju si e shihni këtë trinom, ta quajmë, apo këtë trekëndësh mes Ankaras, Izraelit dhe Teheranit? Po, natyrisht, Turqia është interesuar për zhvillimet në atë rajon, sepse është një nga aktorët
që ndikon edhe që afektohet nga zhvillimet e atij rajoni. Turqia është një vend i fuqishëm, është një vend me kontribute në rajon. Natyrisht marrëdhëniet i ka më të zhvilluara, më të përparuara kryesisht me botën arabe, duke qenë edhe një nga antarët e zëshëm të lidhjes arabe, dhe ka mbrojtur dhe vazhdon të mbrojë me përkushtim edhe çështjen palestineze. Kështu që e parë nga disa këndvështrime, domethënë ku një luftë në rajon impakton natyrisht edhe Turqinë, nga ana tjetër ku burimet energjetike kryqizohen dhe Turqia është një nga vendet e tranzitimit të burimeve të naftës, kështu që natyrisht që impaktohet edhe në këtë drejtim. Nga ana tjetër, për çdo arsye edhe një spillover, një shpërndarje e luftimeve nga ana e Iranit në drejtim të rajoneve të tjera të rrugkalimeve të naftës, natyrisht do të ndikojë edhe në këto zhvillime ekonomike, financiare dhe energjetike të Turqisë, por mos harrojmë që Turqia është e interesuar edhe për një bashkëpunim, si thua, paqësor edhe me Izraelin. Mos harrojmë këtu që Turqia së bashku me Izraelin, pra kanë qenë edhe në një farë mënyre me ndërmjetësim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Turqia arritën para disa vitesh takime të niveleve të larta dhe në një farë mënyre planifikuan dhe bashkëpunime afatgjata, veçanërisht në fushën e energjetikës, për të shfrytzuar burime të naftës, të gazit në mesdhe dhe natyrisht për të bashkëpunuar në këtë drejtim. Por për shkak të degenerimit të situatave në lindjen e mesmeve, të konfliktit të shtuar midis Izraelit dhe Palestinës, atëherë edhe këto tratativa, si thuash, nuk patën progres. Kështu që të ndikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mundohen që të realizojnë edhe ura të ndryshme bashkëpunimi midis Izraelit dhe aktorëve kryesor arab në lindjen e mesme, si me Arabinë Saudite, me Emiratet e Bashkuara Arabe, me Jordaninë e me vendet e tjera, në mënyrë që të thyet ai gjykimi që Izraeli duhet vënë në shënjestër për shkak të problematikave që krijon në lindjen e mesme dhe për të krijuar ura bashkëpunimi. Kështu që dhe Turqia duhet parë në këtë këndvështrim. Por ishte gjë tjetër angazhimi i Turqisë në raport me Sirinë dhe është gjë tjetër angazhimi i Turqisë në raport me Iranin, ku si thosh pasojat e veprimeve në vendet që unë përmenda më përpara janë të ndryshme në raport me Turqinë. Po. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë me të njëjtin panel, do të diskutojmë për qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Kosovës pas deklaratës së presidentit Trump. Mos u largoni, vetëm pas pak.